Përpjekja më e madhe ndërkombëtare për të dërguar ndihmë humanitare në rripin e Gazës u ndal të enjte në autoritetet izraelite, duke shkaktuar protesta masive në qytetet e mëdha anëmban globit. Flota e përbërë nga më shumë se 40 anije dhe rreth 500 aktivistë, përfshirë figura të njohura si Greta Thunberg, Nipi Nelson Mandeles dhe ish kryetaria e Barcelonës Ada Colau, u bllokuan në portin jugor të Ashdotit. Autoritetet izraelite njoftuan se të ndalurit janë të sigurt dhe do të deportohen në vendet e tyre në ditët në vijim. Reagimi i komunitetit ndërkombëtar ishte menjëhershëm. Në Paris, një grevë ndërkombëtare e thirrur fillimisht kundër shkurtimeve buxhetore u transformua në protestë për mbështetje të Gazës. Mbi 1000 qytetarë u mblodhën në sheshin e Republikës për të denoncuar ofensivën izraelite dhe ndalimin e aktivistëve, ndërsa protestat të ngjashme u zhvilluan në Marseille. Në Itali, qytete si Roma, Milano dhe Napoli pan marshime masive, me grevë të përgjithshme që prek edhe shërbimet e transportit përfshirë trenat. Ministri i jashtëm italian Antonio Tajani konfirmoi se 22 shtetas italianë që ishin pjesë e flotës aktualisht janë të ndalur nga Izraeli. Në Spanjë, demonstruesit bllokuan rrugët në Barcelonë dhe marshuan në Madrid, me disa përplasje të vogla me policin, Portugalia raportoi protesta në 9 qytete, përfshirë Lisbonën dhe Portën, ndërsa në Zvicër kryesisht në Gjenevë u mblodhën mbi 3000 qytetar. Në Athinë, mbi 1000 njerëz marshuan drejt ambasadës izraelite, disa prej të cilëve hodhën fishek zjarre dhe mjete ndezëse. Ngjarjet u pan gjithashtu në qytete të tjera ndërkombëtare, duke përfshirë Helsinki, Hagën, Brukselin, Nikola, Stamboll, New York, Kuala Lumpur, Sydney, Karachi, Buenos Aires dhe Meksiko. Protestuesit kërkuan hapjen e menjëhershme të kalimeve humanitare për Gazën dhe lirimin e aktivistëve të ndaluar, duke shprehur kundërdhunës dhe blokadës që ndikon mbi civilët palestinez.